Mirë se vini në podcastin më të ri, Arti i Komunikimit, aty ku flitet Shqip, aty ku fjala ka peshë dhe vlerë. I ftuari im sot është Shqiptar Shaljani, ai që u kthyi të rreth, ai që e bën ndryshimin, ai që u kthyi te vetvetja, ai që bëni buje më të madhe në Mitrovicën e bukur dhe të mirë. Mirë se vjen Shqiptar Shaljani. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Si ja kaluat sot ditën në Mitrovicë? Po, një ditë e zakonshme, ditë pushimi. Edhe takova me disa miq, biseduam gjithandaj, po gjithësi mirë. Po fillimisht më intereson të di, besoj edhe shikuesit kanë plot dëshirë të dinë se si po kalon ky proces. Tani nga e dim të gjithë sepse je shumë i ngarkuar, je edhe shumë i përflutur edhe në media, si po muja del me punën. Po, mirë, po ja dalim deri këtu. Një gjë që e them gjithmonë, që monal nuk bën, një kauz që ka filluar duhet me tutje. Normalisht që punët e mira nuk bëhen shpejt, bëhen zakonisht hap pas hapi, dhe ne jemi në atë proces dhe po vazhdojmë me entuziazëm sepse do arrijmë që ti realizojmë kauzat tona, po edhe në mënyrë të veçantë edhe kauzën time që opinioni publik këtu e din fare qartë, dhe se unë jo që shpresoj, po besoj fuqishëm se kjo kauzë do të realizohet në ndërkohë. Po. Shumë bukur, faleminderit. Një pyetje tjetër shumë e rëndësishme, se në fakt ty edhe shikuesit dhe miqtë e gjithë ata të tjerë të njohin si Shqiptar Shaljanin. Po tani pyetja ime do të jetë se kush je ti kur askush nuk të sheh? Pyetje pak sfiduese. Megjithatë, po të them që une kur askush nuk më sheh, jam thjesht biri i shalës, apo i biri i malive të shalës. Një shpirt që flet me rënj, me tokën dhe me Zotin e të parëve. Jam njeriu që kthehet në heshtje për të dëgjuar dëgjegjën e vet. Se jetojmë në një botë dinamike, të edhin edhe vetë, edhe nuk është e lehtë me gjetë atë heshtjen posaçërisht shpirtënore, sepse gjithmonë jemi të ngarkuar në onën e majt me vazhdu ku aty është shpejtësia, sepse shpejtësia na jep edhe një lloj shoqëria. Për ty, a ki ti ndaj recept posaçëm që e gjon atë setësinë e shpirtit? Normalisht çdo njeriu është një botë në vetëm, edhe ajo njeriu kur flet me ndërgjegjen, ka shumë momente që pajtohet, por ka shumë momente që ndoshta s'ka mund me qenë në atë nivel, por sido ja vlen që njeriu nga një herë të merret edhe me vetveten dhe pikrisht duke pretenduar gjithmonë me qenë vetvetja, sepse ajo është gjëja e parë që njeriu duhet ta respektojë. E ki një maturi fjalë, duket si mos është diçka e re, po e ki edhe një përvojë, besoj në këtë drejtim, saqë e flet shumë shlirshëm, është sikur kur e qet një flusk bore, asisoj e flet shumë lehtë. Saqë për shumë njerëz që kanë me të vërtetë sfida dhe probleme, kanë barriera të mëdha pikërisht këtu ku jemi. Po, është e vërtetë, unë kam bërë një përvojë këtu te vitin e fundit me mediat edhe me prezentime të ndryshme, intervista kështu, por kjo nuk në kupton, sepse unë mbi të gjitha e kam bërë një gati një gjysmë shekulli punë me mësimdhënësi, dhe normalisht që mësimdhënësit gjithmonë duhet jetë i gatshëm mu përgjigjur me dhënë ata që është detyrë, është obligim, dhe kjo ndoshta më ka ndihmuar që me qenë gjithmonë me qenë komod kur
ballafaqohesh me ndonjë pyetje, me ndonjë këshillë e tjera tjera. Domthonë kjo është ajo që ma krijon një komoditet edhe në takim me mediat e kështu me radhë. Çka ta merr ty menja pse dështojnë njerëz në komunikim? Pse është shumë e vështirë për shumë njerëz me komuniku? Po, edhe kjo është pyetje që don një përgjigje goxha të gjatë. Mirë po, unë mendoj se shpesh dështojnë në komunikim për arsye se njerëzit ma shumë nuk ndëgjojnë për të kuptuar, po ndëgjojnë për të përgjigjur ose për të kundërpërgjigjur. Domthonë kjo është si element i parë. E pastaj komunikimi dështon njëkohësisht kur mungon zemra, kur mungon sinqeriteti, kur gjuha nuk flet, gjuha e zemrës, por flet dikush tjetër, flet emocioni e tjetër. Prandaj kjo edhe mund të quhet një lloj dështimi, kuptimin e asaj pyetje që ju e thatë. Për më tepër, do e kisha shtuar që gjithmonë nuk mund të karakterizohet kjo si gjithmonë se dështon, por varet prej bashkëbiseduesit ose bashkëbiseduesve, a janë të sinqert dhe kjo pastaj nëse njëra palë nuk është e sinqert, domethënë aty dështimi është i pashmangshëm. Sinceriteti është një prerogativë që ne kupton se një bashkëbisedim nuk dështon kur pavarësisht për mendimet ndryshme që ka. Kjo është pikpamja ime lidhur me këtë çështje. Faleminderit shumë, Polina, drejt për drejt ajo eksperjenca posaçërisht që kom bon në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, Malzi, thyja në Ballkanin. Me të vërtetë është një sfidë e madhe në komunikim posaçërisht të sipërmarrësit ose të ashtu të quajturit shefat punës ose të kompanive. Thjesht aty mungon një kulturë që i hap dyrës së dritare që të ketë drejt për drejt komunikim si me punëtorin, si me partnerin, ose si në familje. Ky fenomeni jashtu i quajtur e patëm para disa dite edhe me Toni Selimin si një temë të përbashkët. Ky fenomen duhet zhduket me kohën, në këtë drejtim duhet investohet, domethënë në infrastrukturë të përgjithshme komunikimit, se me fol drejt e drejt, që jemi edhe borxhli me fol drejt, na mungon një pjesë shumë e madhe, na mungojnë shumë vite të komunikimit drejt për drejt ndërnjerëzor sa i përket popujve për shembull, posaçërisht neve si shqiptar. Nuk është diçka e keqe, po ta kuptojmë se ku jemi dhe ku po dojmë shku, kjo është një hap shumë i rëndësishëm. Apo çysh e shet ti? Jo, komunikimi është qelësi i zgjidhjes. Dhe nëse nuk ka komunikim, nuk ka asgjë mund të del pozitive. Domthonë komunikimi është nyje e çdo zgjedhje, çdo sfide, çdo problemi është komunikimi. Domethënë dhe pastaj për me një efekt ose një rezultat varet për çfarë serioziteti kanë partnerët apo ata dialogues, komunikues mes veti dhe kjo. Por patjetër askush asgjë nuk mund t'i komunikimit. Uroj që njerëzit të vëdësohen sepse pa komunikim të sinqert nuk ka zgjidhje. Luftrat bëhen, po prap duhet me ul me komunikue. Nuk zgjidhen problemet veç me luftra, po pastaj vjen edhe momenti që duhet me ul, me bisedu, me komunikue, me marrë vesh dhe pikërisht kjo. Dhe nuk ka marrëveshje, nuk ka nëse njëra palë synon me mënyrë djallëzore me bën një kompromis, sepse aty nuk ka zgjidhje. Është shumë interesant, faleminderit për këtë pikpamje shumë të rëndësishme që edhe një sqarim shumë të thellë.
Unë pëlqej është mo se po pse gutëm na, pse gutëm, që na shty neve më gut një formë, sepse heshtja dhe qetësia shpirtërore ta jep një opinion tri, ku ti për shembull mundesh më mbledh vetë veten edhe më kthy aty ku është fillimi. Po a ka të bëj kjo pak me neve personalisht, po pse gutëm sidomos na shqiptar? Për shembull, për çështje kohë na bim konflikt. Njoni thot për shembull, jo sot kam e marrë 30 gradë, tjetri thot jo ne di që kam e marrë shi. Edhe është për shembull direkt një opinion ku ka ngacmime ose ku ka pakjarësi, sepse e kemi atë guten, ato që na shtim më shpejt me ecë, me zhvillu me thom i pari. Po, fatkeqësisht ashtu edhe ndodh për disa arsye që unë i mendoj, nëse në një farë mënyrë për disa momente jemi vonuar shumë. Ne si shqiptarë, si kom, jemi të vonuar, dhe ajo euforia që probet më zgjidh aty për aty. Domthon që nuk zgjidhen ashtu. Domthon kërkon kohë çdo gjë. Pastaj janë momente që edhe pavarësisht për vonesave, na vujmë edhe për komplekse të tjera shikom, se veçanërisht për shembull ndër shqiptarët zakonisht edhe nga tradita jonë që vujmë pak për bajraktarizmit, që kush po del pari, kush e bën i pari, dhe nëse e bën i pari ose e bën i mirë, pastaj prap do ta kritikojnë, nëse e bën i keq normalisht do ta vërshojnë e kështu me radhë, domethënë, por në një fjalë edhe ne jemi pjesë e opinionit botëror dhe ne jemi pikërisht Evropë dhe normalisht edhe në popujt tjerë vrejnë këto tendenca, mirë po të ne e thash gjithmonë janë më të reflektuara këtu sepse jemi të vonuar në shumë çështje. Pyetja radhës do të ishte për ty, shqiptar Shalioni, tash ti si profesor që ke qenë, edhe tash jeni kohë që je kthy në Mitrovic, pikërisht edhe në Kosovë, si e sheti, a është tu investu diçka nga institucionet shtetërore për zhvillim të komunikimit, se zhvillimi është çështje e rëndësishme e edukimit, se a diune, sepse punojnë këtë drejtim, edhe sa është rëndësishme në shkollat pej fillimit, do më thonë pej qerdhe, më integru komunikimi, asesoj që dhe tjetë, do më thonë, rritja hap pas hapi me hapat sigur për një fëmijë që kalon moshë pjekurisë. A jetu po ti konkretisht diçka që është të investu dhe qyshe sheti këtë investim, nëse ka ose nëse ndodhë? Unë po nisi nga prizmi i asaj atë profesionin tim, do me thonë, unë e kom punu edhe këtu në Dhem, po edhe jashtë, kom punu në arsim, kom qenë mësimdhënës. Edhe nga veni ku kom qëndruar një kohë bukur gjatë, thuhej që investimi më i mirë i shtetit është në arsim. Sepse ai shtet që investon në arsim, do me thonë për në bezën e ri, ai shtet investon për të ardhmen e vet. Dhe kjo është ajo edhe komunikimi si formë që është aktualisht një trend që u bë pak a shumë u egzageruar, që ata që komunikojnë me publikun ose ta përquit këto analizat që i bëjnë për studiot e gjithandej, me thonë, ata në shumicën e rasteve janë njerëz që s'kan lidhje me artin e të komunikuarit. Shumë drejt, po. Domethënë nuk kanë as aftësi kështu në kuptim profesionale, as etike, as gazetareske, krejtësisht janë njerëz të papërfillshëm, pavarësisht se ata bëzon një vend kështu bukur, një kohë e një vend bukur të dukshëm në mediat tona këtu në Kosovë, veçanërisht, po edhe andej nga Shqipëria. Po them drejtën, në çet kuptim, unë po e them një si humor, nëse më lejuhet. Patjetër, ju lutem. Nuk e di ku e ka bën një video, një në Shqipëri apo në Kosovë, më duket në Shqipëri, dhe një gazetar i ofron mikrofonin një qytetarit thjesht në rrugët e një shteti. Edhe e pyet,
një kështu shpotice, thët, a din thët kush është një njeri që men s'ka e men shet. Dhe ai qytetari zakonisht thët, po e di, thët kush është, thët është analisti. Dhe me thonë, dhe kjo është që do me thonë që ata analizat që dalin në për media, studio televizive tjera, ata mund të kenë një fushë caktuar, por shumica në kuptimin e artit të komunikimit e me përcjelljes së mesazheve, ata nuk kanë ndonjë sens për të përcjellë një mesazh pozitiv për opinionin e gjerë, sepse janë detyruar, sepse masa e gjerë i ka syt nga çka po thuhet nëpër media. Domthonjë sepse njerëzit janë gjithandej të angazhuar në jetën e tyre private, punët e kështu me radhë, dhe aty presin, po, aty shpesh herë edhe marrin një dezorientim edhe zhgënjehen totalisht, pastaj edhe flitet se këtë janë kështu e ashtu, mirë po domon kjo mungon edhe shteti e kalon në stihi këtë punë, nuk ka investuar asgjë. Asgjë. Po. Duke pas parasysh zhvillimet e fundit, zakonisht sidomos te kjo pike e zezë të vrasjet që po ndodhin ndërfamiljare, është një temë shumë aktuale, sepse po ndodh, do të ndodh, mirë po ne kemi edhe një pikë shumë të qartë që s'munemi u shmangë dhe s'munemi ikë si shoqni, se te ne ka pas ndikim lufte, pasojat nuk janë marrë parasysh, dhe nuk ka pas diçka ekspertist fillimisht, për shembull për konkretizimin se sa ka pas ndikim në aspektin psikologjik dhe zhvillimin njerëzor, deri me tani nuk ka edhe për ata njerëz që kanë nevojë për shërim, sepse është vetëm, kjo është smuj, pika psikologjike kur preket, por nuk ka institucione të posaçme që merret me këtë komunitet. Momentin kur do diçka është temë shumë aktuale, sepse është temë që vret, është temë emocionalisht që prek. Mirë po, një ditë dy edhe harrohet ajo punë, domthonë bjen poshtë ai numër që ka ndodhur dhe nuk merret parasysh. Unë kam bo 2 vitet e fundit veç nga kur ajo një hulumtim drejt për drejt, me të vërtetë ndolën do numra që janë shokuese për këtë shoqërisë tonë. Edhe më e keqja është që edhe ata që janë smut nuk kanë faj, sepse ata bojnë atë aktin kriminal në atë moment pa kontroll, sepse nuk e kanë kontrollin mendor. E kështu që deri kur do të shujnë këto institucione duke pas parasysh, se unë vetë këtë analizë kom dërgu edhe institucionet shtetërore, ka kjo punë 2 vjetë që as përgjigje nuk u morë. Edhe në fakt të analizat i kom bo nga vetë vete, nuk ka pas për ta, ose nga unë aty një diçka investim. Po deri kur mundëm na me vazhdu këtë proces me mbyllë sytë aty ku nuk kemi mundësi fare me mbyllë. Po, ajo fatkeqësisht ashtu është, sepse një gjë duhet ta kemi parasysh, sepse Kosova si shtet është një shtet i ri, konsolidim. Gjendja është kjo që është, domthonë na e dim saktësisht se nuk është gjendje që duhet më kënaq. Jo. Dhe çdo gjë është në konsolidim. Tani nëse flasim për shtetin, ne kuptojmë qeverinë. Po, shumë e drejtë. E shtetit. Domthonë, por aktualisht domthonë gjendja kjo e fundit, kjo qeveria e fundit e ka gjetur një gjendje me jo të mirë dhe ka pas shumë dikastere, shumë fusha ku është dashur me vepru në mënyrë emergjente. Po, ma emergjente se sa interesi i qytetarëve nuk ka. Shumë e drejtë. Po, domthonë ajo është primare, sepse është faktori i njeriu. Dhe aty duhet me punua, aty duhet normalisht që shtetet perëndimore kanë ato institucionet e veta që merren me terapit, për pasojat që kalon luta, qoftë në traumat e ndryshme, qoftë në devijimet, deformimet e ndryshme. Dhe këto janë probleme ma shumë socio psikologjike, me të cilat domethënë pak merren në Kosovë. Kështu që ajo ideja juaj që po e theksoni dhe
që ka bo një farë emër, domon ajo, është një moment që në Kosovë duhet punohet e të mendohet seriozisht për me kriju këto institucione që merren drejt për drejt me këtë çështje, sepse është një çështje e rëndë që po na dëmton edhe si shoqëri, edhe si shtet, për arsye se është një imazh që krijohet se këtu ndodhin nganjëherë disa gjëra që janë të papranueshme edhe për qytetrimin, po edhe për Evropën, edhe këtu pastaj janë të ndërlidhura shumë faktorë të ndryshëm, qoftë edhe ata religjioz, qoftë edhe ata politik, qoftë edhe drejtësia që nuk është të bëjë punën që duhet me e bë, etj. Po shpresojmë që në të ardhmen do të punohet më mirë, më drejt dhe do të ketë parasysh ky moment që është shumë i rëndësishëm për një shtet dhe për një shoqëri. Shumë faleminderit. Tash është koha për një pyetje shumë personale që e kam rujt pikërisht për këtë moment. Deri ku ke arrit në finalizimin e autobiografisë, e libres tone, të dim se ku je dhe kur presëm dhe kur do të ndodhë, se ku do të botohet, jemi shumë të interesuar me ditë, edhe miqt e mi të afër, po edhe miqt më të afër edhe më të largët. Po, para se me thonë diçka, për lidhur me pyetjen tuaj drejt për drejt, nëse më lejon, unë do them një moment tjetër, që ka të bëj pak a shumë me atë profesionin tim. Unë kam qenë student i letërsisë. Domthon, letërsi dhe gjuhë shqipe. Është një dallim, gjuhë dhe letërsi dhe gjuhë. Dhe e kemi pas detyrë, përveç me lexuar veprat e mëdha botërore, ato tallume, edhe biografitë e atyre autorëve të mëdhej. Dhe për çudinë time, edhe për kurreshën e dëgjuesve, është se zakonisht ata që kanë lënë veprat të pavdekshme, me quajt kështu, ata që kanë lënë veprat mëdha, që koha nuk i ka të i kaluar, janë aktorë edhe sot, kanë qenë autorë që në jetën e tyre personale kanë pas sfida të shumta. Me drejt, po. Dhe pikrisht ato pastaj i kanë përjetuar përmes veprave të tyre letrare, romaneve etj. Do me thonë, edhe kjo është ajo që deshta më thonë, dhe pastaj për librin. Po, edhe në diçka e kam thonë disa miqve që veçanërisht këto 2 vitet e fundit unë kam kaluar disa sfida që me qitë letë është e pabesueshme në çfarë sfidash kam kaluar brenda këtyre 2 viteve. Shumë e vërtet. Kjo ka ana shëndetësore, jeta private, familjare, idetë e mia për çështje të ndryshme që kanë bënë me besimin, me rrënjët e mia, me idetë për shumë çka tjetër, dhe krejt para këtyre jam gjetur në sfida të jashtëzakonshme. Dhe nuk, për njeriu qytetarin e zakonshëm, nuk mundet me imagjinue. Por nuk me kanë likësuar, me kanë penguar, por nuk me kanë likësuar, as nuk me kanë zgjuar, përkundrazi, me kanë motivuar për me ecë tutje. Dhe këtu në një moment e kam thonë që nëse kam kohë, këtu do t'i përjetësoj në një libër autobiografik, në një roman autobiografik që besoj që së shpejti do ta rrumbullaksoj për të thonë diçka nga gjithë ajo pjesë e jetës sime që pak a shumë e kam quajtur si dramatike në për cilat kam kaluar. Shumë faleminderit, është të më thonë të them fakt shumë, po na prap se prap na lejme një farë zbrasie se kur do ndodh, na do presim, do të kemi edhe durimin e duhur, sepse do të ndodh diçka më dhe se unë kam kriju këtë bindjen totale që je shembull, sidomos të rinia ke thyni tabu se është e vlefshme ti është vetvetja. E kjo ka vlerën e shumë nga ajo rinia, edhe shumë nga ata miq besoj që do presin
rilindjen e asoj autobiografie të quajtur Me padurim. Një ndër ta jam edhe unë. Patjetër. E kështu që besoj që do të jetë diçka e madhe edhe diçka e shpirtit edhe zemrës që i prek njerëz aty në atë momentin se ku gjinen ata në atë errësinën që ti ke kalu, sidomos këto 2 vitet e fundit, edhe e kthy shumë më i fuqishëm edhe shumë më i fortë se dikush tjetër që ka paramendu që do thehesh. Veç e diçka unë po them gjithë atë përvojën time, atë sfidat, rrugtimi jetësor, që ka pas momente edhe të mira, po edhe sfidat shumëta, mund të jetë një libër, një roman autobiografik që do të shërbej brezave që vijnë për të njohur vështirësitë që jenë ballafaqur me një brez i tonë, dhe jo vetëm shqiptarë shaljani, po edhe shumë e shumë shqiptarët e tjerë në të cilat kanë kaluar pak a shumë një rrugë të ngjashme, megjithëse çdo njeri ka një specifik, një jetë të ndryshe nga të tjerë, por mendoj që opinionit publikut do t'ish bëj mirë nëse arri brenda një kohë të shkurt ta rrumbullaksoj këtë projektimin që po punojmë, edhe besoj që do ta shë dritën edhe kjo. Faleminderit shumë. Po rrim tek këto pyetjet personale. Pyetja personale tjetër është si e përjetove takimin ton mas 30 vitesh, doja nip e doj. Ishte si kur të takohesha me vetveten, apo me pjesë të shpirtit tim, që me kishte munguar për një kohë të gjatë, sepse mos me takuar një nip, ose birin, ose nipin, ose vllaun, për 30 vite, është një diçka që vetëm ai që ka përjetuar unë më ndi. Domethënë ishte një ndarje që kohën ai ka imponuar, por kjo ndarje nuk nënkupton se ne ishim larguar. Ne ishim larguar fizikisht, por jo shpirtërisht. Edhe se kjo pastaj kur u takuam vreta që lidhet e vërteta nuk i shuan koha. Gjaku nuk bëhet ujë. Ajo që ka mësova është se dashuria familjarë nuk një harresë, veç pret momentin e ringjalljes. Do të thonë ishte diçka sikur ma shumë gati si me thujt një legjendare, një epike. Dhe po kjo njëkohësisht të ban muni e mirë që pas shumë viteve kur jemi nda të ke qenë krejtësisht i ri, edhe kur kam takuar po të njëjtin nip, por me një personalitet ndryshe nga ai që s'e kisha njohur, dhe pastaj nga nipi mësova shumë, edhe besoj edhe nipi nga doja, nga e përvoja jetësore ka mësuar diçka. Po lidhna direkt, faleminderit. Këtë pikë e kena bisedu si shpesh, e nga se jemi në një podcast që do t'jetë frymëzues edhe do t'jetë diçka e shpirtit, jo vetëm nga ona ime, po edhe nga musafirët. Shumë shpejt do t'a kuptojnë se çfarë vlere ka ky podcast. Ne e kemi bisedu këtë pikën se mu një jetë e tërëm ka shku të kuptoj se a kom pe ka vi, edhe a ka një njëri, sidomos në familjet musht, komuna me thonë, ka dalë prit që tu se pas ka diçka komunës më pështetet me thonë, pe që tu pas në një rjedhje. E në ty këto këmë përjetu mas takimet, ta këmë thonë ma shumë se njerë, sepse është mas e shumë e vërtet, të mburrësh është për mu pak, sepse mburrja është një fjallë që mundet më keq përdor, po kom ndi ma shumë se knatësi shpirtërore, edhe jam shumë falenderues që e kam pas mundësin të kthehen edhe të rronjet, të burimi i dijes, të marrë një tas ujë sa për fillim, e të këfillna pak. Kështu ka qenë ajo që e kam përjetu unë, e thëmë me plot dëshirë, me plot vullnet dhe me plot energji, me të vërtet je një shembull jo vetëm për mua se ne, po shumë ata tjerë që janë jashtë në krejt botën, aty ku flitet shqip. Përndryshe,
E kom edhe një pyetje, nëse e ki 60 sekonda kohë, cilat do t'ishin fjalët tua motivuese për botën, sidomos për forumin shqiptar? Po, kjo më përkthye në një gjuhë me quhet kështu me gjuhët e botës, është një porosi që unë po e them, mos harro kush je. Po. E para. Edhe këto pja dedikoj mas për bashkëkombëzët mi, po edhe të gjithë të tjerëve, popujve të tjerë, sepse ata duhet të jenë vetvetja. Bota është një stuhi, por rënjet dhe streha janë ato ku duhet mbahemi, ku duhet qëndrojmë. Mbaje gjuhën amtare të shajt. Mbaje emrin me dignitet. Mbaje kujtimin për paraardhësit tuaj. Respektoj ato dhe jeto me të vërtetën tënde pastaj. Sepse ajo është arma dhe mbërruja jote. Në fund të fundit, të gjitha, kur gjithçka hesht, vetja vetëm të mbron, familja, respekti, është diçka që është ajo që njeriu gjithmonë duhet të mësoj. Dhe këtë kjo, më e forta, më e pathyeshmja, është mbaju në të vërtetën. Mbaju fort sepse ajo është më e forta. Pavarësisht se si kuptohet për të tjerëve, mbaju në të vërtetën. Edhe nëse ajo të nxjerr probleme, edhe nëse shkokçarje, mbaju të vërtetën. Ajo është më e forta, është e pathyeshme. Të tjerat janë të tjera, janë po. Kjo është mesazhi im për edhe bashkëkombësit e mi, po edhe për gjithë njerëzit që mund ta dëgjojnë këtë bisedë. Shumë faleminderit shqiptar Shaljani. Me të vërtet nuk kam çat shtoj, sepse e the në mënyrë të rrumullaksuar si një top që shkon në çdo anë. E kështu që shumë të falenderoj për kohën, vullnetin dhe kohën e jetës që ke investuar të jesh pjesë e këtij podcasti të rëndësishëm, sidomos aty ku flitet shqip. Aty ku flitet shqip është këtë bota, ne e dim. Edhe në momentin që ke vendos me një transparencë kolosale, besoj që jo vetëm adhurues të tu, po edhe adhurues të mi e gjithë mitë që i kemi të përbashkën anëmon botës, do të jetë diçka shumë e posaçme. Faleminderit edhe një herë, ju ftoj të jeni pjesë e podcastit Arti i Komunikimit në episodin e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje dhe mirupafshim.